Ndërtoi pa leje në tokën publike, arrestoi 30 vjeçari në Ksamil. Një 30 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Ksamil për ndërtim të paligjshëm në tokën publike. Sarand ndërtoi pa leje në tokën publike në Ksamil, arrestohet 30 vjeçari. Në vim të punës për parandalimin dhe evidentimin dhe goditjen e rasteve të ndërtimit pa leje, veçanërisht në zonat urbane dhe ato bregdetare, shërbimet e Komisariatit Policisë Sarand, bazuar në informacionet e marra se një shtetas po ndërtonte pa leje në lagjen numër 1 Ksamil, kanë ushtruar kontroll në zonë. Gjatë kontrolleve u konstatua se shtetasi BS po ndërtonte pa leje në organeve kompetente një objekt në tokë publike. Në vijim të veprimeve nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand, u arrestua në flagrancë shtetasi BS 30 vjeç banues në Sarand. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand.